Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit më shpëlqyer. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, me familjen e tij të pastër, me shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Në një botë ku njeriu vrapon pas pasurisë, suksesit dhe rahatisë materiale, shpesh harrohet se lumturia e vërtet nuk qëndron vetëm në atë që zotërojmë, por në bereqetin që Allahu vendos në jetën tonë. Ka njerëz që posedojnë shumë, por zemrat e tyre mbeten të shqetësuara dhe jetët e tyre të zbrasta, ndërsa ka të tjerë që jetojnë me pak, por gëzojnë qetësi, harmoni dhe kënaqësi në çdo ditë të jetës së tyre. Ky është bereqeti, një dhuratë hyjnore që nuk matet me sasinë e pasurisë, por me mirësinë, dobinë dhe lumturinë që ajo sjell. Risku është një nga begatitë më të mëdha që Allahu i madhëruar u ka dhënë robëve të tij. Ai nuk kufizohet vetëm në të ardhurat apo në pasurinë materiale, por përfshin shëndetin, familjen, dijen, kohën, fëmijët, të cilët janë të mirë, miqtë e sinqertë dhe çdo mirësi që e zbukuron jetën e njerëzit. Megjithatë, risku pa bereqet mund të humbas shpejt vlerën e tij, ndërsa edhe një mirësi e vogël, kur shoqërohet me bereqetin e Allahut, mund të sjellë lumturi dhe mjaftueshmëri për një jetë të tërë. Për këtë arsye, besimtari nuk kërkon vetëm shtimin e pasurisë, por mbi të gjitha kërkon që Allahu ta mbush jetën e tij me bereqet dhe me mirësi të bollshme për çdo ditë të jetës së tij. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim së bashku për ditën e sotme surën e 93 të Kuranit famullar, surën Duha. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Betohem në shkëlqimin e paradites, në natën kur terret e qetësohet, se Zoti yt nuk të ka braktisur e as nuk të urren o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht, jeta e ardhshme për ty është më mirë se kjo jetë. E sigurisht që Zoti yt do të jap ty sa ti jesh i kënaqur. A nuk ishe jetime ai të dhastreh? A nuk të gjeti të paditur për Islamin e të udhëzoi? A nuk ishe nevojtare të bëri të mos ja kish nevojën askujt? Prandaj, mos e shtyp në jetimin, lypsin mos e largo me ashpërsi dhe shpalli mirësitë e Zotit tënd. Të dashur vëllezër dhe motra, për ditën e sotme në emisionin Trikitje Shpirtërore, do ju ftoja të ndiqnim së bashku temën si të fitojmë bereqetin në jetë dhe riskun e Allahut xhaleshanhu. Një nga dëshirat më të mëdha të çdo njeriu është të jetojë një jetë me bereqet. Shumë njerëz e matin pasurinë me sasinë e parave, pronave ose të mirave materiale, por Islami na mëson se bereqeti është diçka shumë dhe shumë e madhe se kaq. Bereqeti është shtimi i mirësisë në atë që Allahu na ka dhënë ne. Mund të ketë njerëz me pasuri të pakët, por me shumë bereqet, ndërsa të tjerë që zotërojnë pasuri të mëdha, por jetojnë pa qetësi, pa lumturi dhe pa kënaqësi në këtë botë. Risku është dhuratë nga Allahu i madhëruar. Ai nuk përfshin vetëm pasurinë materiale, por edhe shëndetin, familjen, dijen, kohën, fëmijën e mirë, miqtë e sinqertë dhe çdo mirësi që Allahu i dhuron njeriut. Prandaj,
Besimtari nuk duhet të kërkojë vetëm shtimin e riskut, por të gjitha bereqetin me ta. Allahu i Madhëruar thot në Kuranin e Shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim. Sikur banorët e qyteteve të kishin besuar dhe të ishin ruajtur nga mëkatet, ne do t'u kishim hapur atyre bereqetet e qiellit dhe të tokës. Ajeti 96 i surës Araf. Ky ajet na mëson se bereqeti nuk fitohet vetëm me përpjekje materiale, por para së gjithash fitohet me besim, me devotshmëri dhe bindje ndaj Allahut të plotfuqishëm. Ja disa pika që Islami i shtjellon si shtimin e riskut për njeriu. E para është devotshmëria, e cila është cilësi i bereqetit për ne. Takvaja ose devotshmëria është mburoja e besimtarit. Ajo nënkupton ta kujtosh Allahun në çdo gjendje dhe të largohesh nga harami dhe të përpiqesh të jetosh sipas urdhrave dhe fjalës së Zotit të Gjithësisë. Allahu i Madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Kush i përkësohet Allahut, ai pra Allahu do t'i hap një rrugë dalje dhe do ta furnizoj prej nga nuk e pret. Ajeti 2 dhe i 3 i surës Talak. Ky është një nga premtimet më madhështore të Allahut. Shpesh njeriu mendon se risku varet vetëm nga puna, aftësitë ose lidhjet me njerëzit. Mirpo, Kurani na mëson se furnizimi vjen nga Allahu dhe ai mund t'ia hap dyert e mirësisë besimtarit nga rrugë që ai nuk e imagjinon. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: devotshmëria është çelësi i çdo udhëzimi dhe thesari i çdo shpëtimi. Pra sa më shumë që njeriu ruhet nga mëkatet, aq më shumë bereqet zbret në jetën e tij. Pika e dytë është istighfari, një shkak për shtimin e riskut. Shumë njerëz kërkojnë zgjidhje për vështirësitë ekonomike, por harrojnë që një nga ilaçet më të mëdha që Allahu ka përmendur në Kur'an është istighfari. Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, i tha popullit të tij se: kërkoni falje nga Zoti juaj, sepse ai është falës. Ai do të lëshoj mbi ju shi të bollshëm, do t'ju shtoj pasuri dhe fëmijë dhe do t'ju jap kopshte e lumej. Pra duke falendëruar Allahun e plotfuqishëm, ne fitojmë në jetën tonë mirësinë, faljen, bereqetin dhe mbi të gjitha kënaqësinë e Zotit të Gjithësisë dhe kur kemi kënaqësinë e Allahut, çdo rrugë e jetës na hapet inshallah. Dhe këto ajetet që përmenda, që ishin me fjalët e profetit Nuh, gjenden në ajetin 10 dhe deri në ajetin 12 të surës Nuh. Istighfari, pra kërkimi i faljes, nuk është vetëm falja e mëkateve. Ai është edhe një shkak për hapjen e dyerve të riskut, largimin e fatkeqësive dhe ardhjen e bereqetit. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush dëshiron që Allahu t'ia shtoj furnizimin, le ta shtoj kërkimin e faljes. Sa herë që besimtari thot me sinqeritet astaghfirullah wa atubu ilejh, ai pastron zemrën dhe i afrohet mëshirës së Allahut të plotfuqishëm. Pika e tretë. Halali i shton dhe më shumë njeriu bereqetin, por harami nga ana tjetër e zhduk ata. Pra njeriu gjendet midis dy rrugësh. O do zgjidhë rrugën e halalit, i cili sjell bereqet dhe risk të vazhdueshëm nga Allahu, ose do zgjidhë haramin, që Allahu na ruaj nga kjo gjë, e cila zhduk çdo lloj të mire dhe mirësie që Allahu i ka dhënë atij personi. Një nga arsyet më të mëdha të mungesës së bereqetit është fitimi i pasurisë në mënyrë të ndaluar. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Allahu është i pastër dhe pranon vetëm atë që është i pastër. Edhe nëse pasuria duket e madhe, edhe nëse fitohet me mashtrim, kamat, padrejtësi, rishfet ose padrejtësi ndaj të tjerëve, ajo kurrësisi nuk do të sjellë lumturi të vërtetë për njeriu. Sepse është fituar në mënyrë të gabuar, është fituar në mënyrë kundër asaj çfarë ka thënë Allahu xhaleshanhu si të fitojmë në riskon. Prandaj ai njeri nuk do gjej kurrë lumturi, rehati dhe mirësi në jetën e tij. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: pasuria e fituar me padrejtësi nuk ka bereqet. Prandaj besimtari duhet të kujdeset që çdo kafshat që fut në shtëpinë e tij të jetë halal. Një kafshat halal është më e vlefshme se një pasuri e madhe pa bereqet. Pika e katërt është sadakaja. E dim shumë mirë që
qoftë edhe një lëmoshë e vogël që ne japim, ajo na shtohet shumë e shumë dhe nuk varfërohemi ne nga një dhënie sadakaje për një person që ka nevojë. Absolutisht që jo. Ashtu na shton dhe më shumë Allahu pasurinë, na shton dhe më shumë Allahu bereqetin dhe mirësinë në familjet tona. Shumë njerëz kanë frikë, siç thash, të japin lëmoshën, duke menduar se pasuria atyre do të ikë, do të vzoglohet. Profeti Muhammed na thotë të kundërtën, ku ai thotë, sadakaja nuk e pakson pasurinë. Sepse kur njeriu i jep për hir të Allahut, Allahu ja zëvendëson atë gjën që ai ka dhënë me diçka dhe më të mirë se ajo që dha. Bereqeti nuk matet vetëm me shifra, por edhe me qetësinë që Allahu vendos në zemër dhe në familjen e një personi. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: zbriteni riskun tuaj me sadaka. Pra sa herë që ndihmojmë një të varfër, një jetim ose një familje në nevojë, Allahu na hap dyert e reja të mirësisë, të bereqetit, të riskut dhe rrugën dhe dyert e mëshirës së pafundme të tij. Pika e 5, e cila shton bereqetin në jetën e njeriut, është lidhja me farefistin dhe respektin ndaj prindërve. Një nga shkaqet më të rëndësishme të bereqetit është ruajtja e lidhjeve farefisnore. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush dëshiron të zgjatet jeta, le t'i shtohet furnizimi dhe të mbaj lidhjet familjare. Po ashtu, ai person i cili kërkon që të ketë bereqet, mirësi dhe kënaqësinë e Allahut, le të respektojë prindërit. Shërbimi ndaj tyre, lutjen për ta, janë ndër veprat që sjellin bereqet në jetën e besimtarit. Dhe pika e 6, të nderuar dëgjues dhe shikues, që sjell riskun për njeriu, është falënderimi Allahut xhaleshahu. Ne kemi shumë të nevojshme në çdo sekondë të jetës tonë të falenderojmë Allahun. Ai na jep frymë, ai na jep jetë, ai na jep gjërat më të mira që neve jetojmë dhe mirësitë në këtë jetë. Mund të na japë sprova, por sprovat janë për njeriu që të argumentojë dhe të verifikojë që ai është i denjë për të vazhduar në rrugën e Allahut xhaleshahu. Dhe ai që mbështetet tek Zoti i gjithësisë, kurse si nuk humb, sepse duke falendëruar Allahun, duke kërkuar falje ndaj Zotit të gjithësisë, duke ecur sipas rregullave që ka caktuar Allahu, ai njeri fiton pasuri, bereqet, mirësi, qetësi shpirtërore, qetësinë e zemrës, larg nga depresioni, stresi, ankthi, ka një qetësi në familjen e tij. Allahu i madhëruar thotë në Kur'anin e shenjtë: nëse falenderoni, unë do t'u ashtoj dhe më shumë juve. Ajeti 7 i surës Ibrahim. Pra shpesh njeriu përqendrohet tek ajo që i mungon dhe harroj të shohë bekimet e panumërta që Allahu i ka dhuruar atij. Një zemër falenderuese është një zemër që tërheq bereqetin hynor. Besimtari punon me përkushtim, por zemrën e lidh vetëm me Allahun. Profeti Muhammed na ka thënë se sikur të mbështeteshit tek Allahu ashtu siç duhet, Allahu do t'ju furnizonte ashtu siç furnizon zogjt. Dalin në mëngjes të uritur dhe kthehen në mbrëmje të ngrohur. Pra, mbështetja tek Allahu nuk do të thotë të mos punosh, por do të thotë të bësh përpjekjen tënde dhe të besosh se rezultati është në dorën e Allahut. Bereqeti, të dashur vëllezër dhe motra, është një nga dhuratat më të mëdha që Allahu mund t'i japë robit të tij. Ai nuk matet vetëm me pasuri, por matet me qetësinë e zemrës, me harmoninë në familje, me shëndetin dhe kohën e dobishme dhe kënaqësinë me ato që Allahu të ka caktuar ty. Le ta mbushin jetën tonë me devotshmëri, me kërkim falje, me hallallëk, me sadaka, me falënderim, me respekt ndaj prindërve, me lidhje farefisnore dhe me mbështetjen tek Allahu xhaleshahu. Të gjitha këto që i citova për ju janë pika kyçe se si njeriu të fitojë bereqetin në jetën e tij dhe riskun e Allahut të madhëruar. E lutim Zotin e gjithësisë që të na bëjë që riskun ton të jetë gjithmonë në halal, të jetë i bollshëm dhe të jetë i mbushur me kënaqësinë dhe me bereqet nga ana e Zotit të gjithësisë, të na largojë nga çdo fitim i ndaluar dhe të na bëjë prej robërve të tij që jetojnë në halal, në besim, në falënderim dhe në bindje ndaj Zotit të gjithësisë. Le të lutemi së bashku, të nderuar dëgjues dhe shikues, për mirësi dhe duaja për sot në fund të emisionit është kjo: o Allah, na jep bereqet në jetën tonë, në familjet tona, në kohën tonë dhe në riskun që na ke caktuar ti, o Zot i botëve. Amin.
O Allah i madhëruar. Këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.